viktimave të cilat janë gjetur në Bishtazhin kanë ardhur edhe nga vetë qyteti i Gjakovës. E dim gjithë edhe masakrin më të madhe që ka ndodhur në Kosovë, masakrin e Mejës, dhe e dim që numri i madh i tyre janë dërguar në Batajnicë. Pastaj 76 persona në Petrovo Selo, në Trekonqin, Serbi, Rumëni, Bullgari. Gjakova pra lidhet ngushtë me Krajlanin, sepse një numër i caktuar i viktimave të cilat janë gjetur në Bishtazhin kanë ardhur edhe nga vetë qyteti i Gjakovës. Dhe po e them këtë sepse prap një pjesë e këtyre pra janë dërguar në varreza sekondare masive në Serbi. E dim gjithë edhe masakrin më të madh që ka ndodhur në Kosovë, masakrin e Mejës, dhe e dim që një numër i madh i tyre janë dërguar në Batajnicë gjithashtu, dhe numri i caktuar i tyre, numri i madh janë identifikuar dhe riadresuar, mirë por ende kemi persona nga lista e persona të zhdukur që rezultojnë nga kjo masakër dhe për cilat prap ne mendojmë se duhet i kërkojmë dhe t'i gjejmë në territorin serb. Në Batajnicë. Se Batajnica është krijuar faktikisht për dy lokacione, Peruçacit, liçenit. Kjo Peruçacit ka qenë në mbikëqyrjen e mjekësisë ligjore të armatës, kurse ajo Batajnica do të thotë për Institutin e Mjekësisë Ligjore në Beograd. Edhe pas këtat Peruçacit kanë qenë ato shpellat e tunelit që i përmenda pak më herët. Pastaj 76 persona në Petrovo Selo, në Trekonqin, Serbi, Rumëni, Bullgari. Në vitin 2013, 53 persona, 4 persona në Rudnicë, me njerë pas kufinit në Serbi, edhe prej Rudnicës një minier tjetër ku kishte qenë, Kizhevak, aty janë gjetur 9 persona. Të në gjetur në Serbi.